Përshëndetje miq të podcastit tim pa komplekse me Leonin. Sot është një episod shumë i veçantë këtu në Tiranë, që jam prapë tek dritarja dhe kam një personazh që nuk ka dalë në ekran prej 25 vitesh. Edhe unë vetë nuk e di se si e binda që ajo të vi sot këtu me mua edhe të flasë për jetën e saj, por edhe për shumë gjëra që lidhen me veprimtarinë e saj edhe me gjithë karrierën e saj. Po mbi të gjitha jam shumë i lumtur që kam një grua që ke qef të bësh muhabet me të, ta takosh, të pish një kafe, sepse kjo grua rrezaton një energji pozitive. Ka një aurë ngjitse që duket e pabesueshme se si të bën për vete me njerë. Kjo zonjë shkruante dikur në Prishtinë te revista Teuta e Sanie Gashit dhe unë e blija atë revistë vazhdimisht, revistën Teuta, dhe lexoja shkrimet e asaj. Ishte një lidhje që e bënte Tiranë-Prishtinë. Tirana me Prishtinën nuk kanë qenë të largëta ndonjëherë me kilometra, por dukeshin shumë të largëta në atë kohë, sepse ishte një rrugë shumë e gjatë që duhet ta bëje që të vije deri në Tiranë apo të vije nga Tirana në Prishtinë. Sot me mua kam një grua që jam shumë i nderuar, shumë i lumtur që e ka pranuar ftesën time. Me mua sot është zonja Kozeta Mamaqi. Zonja Kozeta, shumë faleminderit që e pranuat ftesën time. Unë e thash edhe në fillim që më duket e pabesueshme që keni pranuar ftesën. Vërtet faleminderit Elion. Edhe unë habitem se si u përgjigja, sepse unë nuk kam dhënë intervista prej vite me dekada, si që thatë. Mirë po, ti e qunë Kosovë. Dhe unë Kosovën e dua shumë. E kam dash shumë, e kam dash prindrit e mi, e dua dhe unë shumë. Ua, do me thënë, është një lidhje shumë e fortë. Vërtet e dua shumë Kosovën, ndaj dhe tu përgjigja. Dhe pyeta veten, që më bëri ky djalë që më bindi? Edhe është Kosova vërtet. Është Kosova që më thith. Faleminderit që doni ka shumë Kosovën, sepse Kosova është e juaj. Kosovën, unë kam bashkëpunuar me Kosovën për 17 vite me zonjën Sanie Gashi për revistën Teuta. Kam pasur një rubrikë Sinfonia e jetës, ku kam marrë shumë çifte nga Driteroa Goldi, Mejdani, Sabrigodo, Luiza dhe Gajo Çako, e shumë të tjerë. Plus edhe të tjera shkrime, domethënë më kanë lidhur veç simfonisë me revistën Teuta, ku gjeta një kryeredaktore të jashtëzakonshme, një gazetare brillante, një gazetare fisnike, zonjë, me ato dy vajza të bukura që e shoqëronin dhe që ndihmonin për të nxjerrë revistën Teuta. Kështu që jam shumë mirënjohëse Sanie Gashit dhe bijave të saj. Sa bukur e përmendet edhe revistën Teuta, doja ta përmendja edhe unë, që në hyrje revistën Teuta, sepse ka qenë një dritare atër Teuta ku ne lexuesit arritëm që njihnin juve. Kishit një foto shumë të bukur aty që nxjerrim bashkë me shkrimet. Edhe atë foto e ka bërë Sania. Edhe atë foto e ka bërë Sania. Bënit një lidhje Prishtinë-Tiranë dhe më thash që dukeshin të larta atër, ndonë se kanë qenë afër gjithmonë, po dukeshin të larta. Jo vetëm distancë, po domethënë ishte edhe ajo afërsia që duhet ta ndjeje, ndoshta në mënyrë metafizike që mungonte në atë periudhë dhe ju e hapët një dritare, e hapët një shtek në Kosovë. Unë kam bashkëpunuar bile dhe me rilindjen në Kosovës. Ua! Po, shkoja shpesh te gazeta atje, çoja tregime, çoja shkrime. Kur ka qenë vizita e parë juaj në Kosovë, zonja Kozeta? Vizita e parë time në Kosovë ka qenë fill mas çlirimit të Kosovës. Kur, do të thënë, fill mas lufte. Unë kam ardhur, kam dënjur në Prizren, kam dënjur një javë ca, edhe kam bërë shumë shkrime, shumë reportazhe, shumë portrete, shkruajta pikërisht për atë gëzim të madh. Unë nuk kam parë, domethënë, nuk i kam ndier as gjikundi tjetër emocionet
e dashurisë për atë dheun, si që kam parë atje. Deri gra plaka, që ngrinin flamurin në balkon, me flamur në për makina, shëtisni në për rrugë, në për qytet. Atere kam ardhur. Pastaj shkova dhe në Prishtinë, natyrisht, që u takova dhe me Sanien. Sania më bëri takohem dhe me zotin Fadil Hoxha, me familjen e tij, sepse ai ka qenë shok dhe mik me baban tim, kur kanë qenë student, edhe më pas. Pastaj kam shkuar dhe herë të tjera në Kosovë, dua shumë Kosovën. Sikur të kisha mundësi të isha më re, do ta vizitoja më shpesh. Më shpesh do ta vizitoja, dua shumë. Duke një lidhur shumë emocionalisht në Kosovën edhe. Shumë vërtet. Po si tani edhe rrjetet sociale na kanë ofruar shumë, do me thënë, edhe kjo miqësia jonë, nëse mund ta quaj kështu, është u zhvillua shumë edhe nga rrjetet sociale, do me thënë, krijohet edhe një lloj besimi nga rrjetet sociale, sepse arrin të njohësh njerëzit më mirë në rrjetet sociale, dhe unë e shoh që ju jeni aktive në rrjetet sociale. E vërtet. Kështu që afërsia me Kosovën besoj është edhe vazhdon të jetë. Në një format tjetër, në një format tjetër. Varësisht nga rrethanat, po gjithsesi unë doja ta nisja këtë bisedë me këtë etapë të jetës tuaj tani, që si kalon këto ditë, zonja Kozeta? Cilat janë aktivitetet tuaja? Ju e përmendur që ka është një periudhë gjatë që jeni pensionuar, po si kalon këto ditë, zonja Kozeta? Ju jetoni në Tiranë? Po, unë jetoj në Tiranë, jetoj me nusën e Sokolit, dhe 2 djemtë e Sokolit. Jemi një familje harmonikisht shumë e bukur, në kuptimin që kemi mirë kuptim, merremi vesh, e dëgjojmë njëri tjetrin, e ndihmojmë njëri tjetrin. Unë bëj ato që duhen bërë, secili bën punën e vet. Unë në mëngjes fare dal nga liçeni, më duhet të eci, edhe i bëj 6.000-7.000 hapa në ditë. Shkoj nga liçeni me një shoqen time, pim një kafe atje, pastaj kthehem dhe merrem pak me gjellën, pak me punët jo me robat, me këto me gjërat që bëjnë gratë në shtëpi, dhe pastaj lexoj. Lexoj shumë, shikoj filma, teatro, dëgjoj muzikë, po më pak muzikë, më shumë lexoj libra, dhe kështu kalon koha ime, domethënë. Kur më ftojnë në promovime librash, herë kanë vajtur, herë s'kan vajtur, do varet gjithmonë nga orari, për mua është më përshtatshme të dalë në ditën se sa masditja pastaj më bë, sepse kam dhe një farmoshe tash edhe më bëhet e lodhshme masditja. Po leximi më jep shumë kënaqësi. Leximi i librave, dhe unë lexoj disa libra në të njëjtën kohë. Po, një libër e mbaj në kuzhinë, që është pak më, është një libër politik që po lexoj. Në darkë lexoj një libër tjetër që e ka përkthyer ky Blend Salaj, në mbretërinë e Akullit, është përkthim. Për të shplodhur lexoj poezi. Lexoj dhe poezi shumë. Kështu kalon dita ime, domethënë. Duket se keni një jetë shumë aktive. Nuk e lë bosh asnjëherë kohën. Nuk e lë bosh, sepse po e lash bosh pastaj fillon trishtimi, fillon mendimi, fillon nuk e lë bosh. Nuk e lë bosh. Dhe shumë mirë bëni. Duket, e di se si ju shoh tani juve, zonja Kozeta? Të njëjtë si ajo vajza me libra në duar, ku lexoja për ju, për jetën tuaj, edhe e njëjta prapë edhe tani. Dhe më thënë me libra gjithkohës. Libri vërtet është dashuri për mua. Libri është dashuri. Po, gjithsesi tani jetojmë në një kohë ku librat mund të mos shihen si miq më të mirë të rinjve. Si shihni ju? Po. Bozën e të rinjve. E shoh edhe këtë, sepse më ka ndodhur që
Më ka ndodhur që edhe më bëjnë vreti që lexoj kaq shumë. Ashtu, po pse më? Po sepse i ka internetit gjitha. Jo. I ka, domethënë, internetit gjitha, do të mësosh, do të dashu, i ke aty të gjitha. Mua më është më ka ngelur atavizëm nga profesioni, që në mëngjes në orën 7 do shoh shtypin. Pa tjetër. Do shoh shtypin në mëngjes, pastaj do merrem me punte tjera, me ato punte mia para se të dal nga liçeni. Kështu që është e vërtet kjo e librave. Janë larguar të rinjt nga librat. Dhe po t'i pyesësh, domethënë, më thanë se unë nuk e pash, them drejtën, që kanë marrë në intervistë ata që kanë hyrë në Big Brother dhe ishin kaq të paditur, e kupton, edhe është vërtet për të ardhur keq, Problemi më i madh është kur kemi mungesë të njohurive të përgjithshme të paktën, të një kulture të përgjithshme. Pikërisht. Ajo është tragjedia më e madhe që mund t'i ndodhë një këmbë. Pikërisht. Sepse unë mund t'i kuptoj, nuk i mirë kuptoj, po mund t'i kuptoj njerëzit që nuk lexojnë, sepse varet shumë edhe rrethanat e jetës, janë rritur, familjet ku kanë qëlluar të bashkëjetojnë me ta. Po gjithsesi mundohem t'i kuptoj, po kur mungon edhe një kulturë kaq e përgjithshme që sepse një kulturë pak a shumë përgjithshme mund ta marrin edhe në shkollë. Mirë po shkollat kanë rënë shumë, arsimi ka rënë shumë. Mua më kujtohet arsimi në kohën kur e kemi bërë neve. Unë rria goj hapur kur dëgjoja mësuesin e letërsisë, kur shpjegonte. Sepse ata e jepnin me pasion atë që dijen, e jepnin me pasion. Kurse sot kam përshtypjen që mësuesi e bën sa për të kaluar kohën, sa për të regjistruar që i bëri ato 2 ora, po ku diun se çfarë, dhe kaq mbaron. Domethënë nuk e quan as pasion dhe as mision. Arsimin që është pasion, duhet të japësh me pasion dijen tek tjetri, dhe është mision sepse duhet të rrisësh një brez i cili do të marri fatet e kombit në dorë. Është një lloj fatkeqësie, po pikërisht unë këtë pyetje në fakt doja t'ju bëja, se kur e përmenda në fillim që ju keni një aurë që është ngjitse, dhe duket si një lloj rezatimi, energjie pozitive, se njerëzit ndonjëherë duken edhe nga energjia që transmetojnë. Ndoshta është edhe e shkëmbim energjish kur dy njerëz kanë një bisedë, kanë një komunikim të mirë, kur funksionon një marrëdhënie e mirë, po unë tek ju kam parë që ju keni një lloj energjie, ndoshta është edhe pasioni, ndoshta është dritë, nuk e di si mund ta quajmë këtë, po a mendoni se shumë njerëz ju mungon ky pasioni i brendshëm për punët që ata bëjnë, për përditshmërinë e tyre, po si arrihet deri te kjo aura, deri te ky pasioni, zonja Gazeta? Unë mendoj që fillimet janë që në filles, që në vogli fare. Mua më ka rritur gjyshja. Gjyshet japin shumë, japin dashuri, japin pralla, japin njohuri, dhe mbas gjyshes pastaj ishte babai. Babai më shumë se sa nëna, te unë. Ishit më e lidhur me babain se me nënën tuaj? Më e lidhur me baban se sa me nënën. Dhe çuditërisht, se do them edhe diçka tjetër që më ka ndodhur në jetë, këtu unë tër jetën kam menduar që e kam pas pikë referencë baban dhe e kam dashur shumë dhe çdo gjë e diskutoja me atë. Mirë po, kur i humba të dy, baban e humba kur ai ishte në burg, dhe e kam pasur një dramë të tmerrshme atëherë, se kështu të flasim me hollësi kalon shumë kohë, por atëherë unë humba babain fillim dhe më pas humba nënën. Kur kam humbur nënën, vetëm atëherë e kuptova dhe i thash vetes, ua, sa shumë e pas kam dashur. Sepse e pata obsesion, bile një vit isha shumë keq, mbasi humba nënën.
Babai nuk e parë se humbi në rrethana shumë të këqija, domethënë, të asaj kohe. Dhe them që dashuria që më kanë ushqyer ata për njerëzit, për të mirën, për të bukurën, për natyrën, për diellin, për lulen, për gjithçka, është një bazë e mirë për t'i dashur njerëzit, dhe kur I do njerëzit natyrisht që edhe rezaton. Dashuria, shumë bukur e përmendet. Po e përmendet edhe nënën tuaj. Kur e humbës jo nënën? Çfarë moshe e humbës? Unë e çuditshme, unë kam humbur nënën, ka qenë 73 vjeç mama ime kur ka humbur, dhe ishte 99-ta. Sa filluan bombardimet. Wow. Dhe e di çfarë tha mamaja ime. Ishte e smur. U shtruan në spital dhe humbi pasaj. Tha, do shkoj në Kosovë, tha, të luftoj. Pse ka luftuar një herë. Ashtu. Po, ka luftuar në Kosovë me brigadën e 6 kur ka qenë partizane, edhe shkuan përtej kufirit. Pile një nën kosovare e ka shpëtuar sepse ju ka ngrenizua këmba, edhe ka shpëtuar, një nën kosovare ka shpëtuar maman time. Kështu që, si ta thush, unë kam kujtime që të dy prindrit e mi kanë luftuar andej, edhe ma kanë ushqyer dashurinë për Kosovën që kur kam qenë e vogël. Pas ka qenë nga dy prindrit, domethënë, dashuria për Kosovën. Bile do të them një rast kështu, kisha një shoqe kosovare kur isha e vogël, domethënë nga klasa 3 kështu, fillore, e kisha në lagje, Bardha e kishte emrin, babai vet ishte Furxhi. Edhe e doja fort Bardhën, ishte e bukur, e mirë, shumë e mirë, edhe shkoja, hyja, dilja, njerëzit thoshin, mos shko atje, se ai është spiun, vetëm pse ishte kosovar. Kaq propagande keqe bëhesh në atë kohë, si për Kosovën, ashtu edhe për Çamërinë. Për shembull në plazh neve nuk mund të kalonim dot rrugën automobilistike për te, sepse ande ishin çemrit, edhe ata të marrin, të fusin në thez, më thënë, Wow. janë ca gjëra që më kanë ngelur që në fëmijëni, domethënë, ca gjëra të tmerrshme, të papëlqyeshme, që kur i analizon tash, thua me vete çfarë propagande. Shqiptari kundër shqiptarit. Kurse gjyshi im në 1919 ka botuar një libër në Boston, Massachusetts, Wow. për dyndjet që I bën, deportimet që I bën popullsisë së Çamërisë nga vendlindja e tyre për këtej. Është dhe me fotografi. Në 19 është botuar atje. Dhe ai ka 5 libra në bibliotekë kombëtare, ka qenë poet popullor, ka dhe 2 këngë populli për të, edhe ka pas një nga Përmeti, ka pas një kafe që I kishte vënë emrin Omar Kajam, dhe aty mblidheshin burrat e Përmetit, që diskutonin e bënin, dhe vllai I tij ka ngritur flamurin në Përmet, vllai I tij që ishte këtë të dy gjyshim dhe vllai dhe një vlla tjetër janë babai dhe xhallarët e Adelina Mamaqit, Wow. e shkrimtares. Edhe do më thënë në faqet e para të çdo libri, ai ka një poezi për Kosovën dhe një poezi për Çamërinë. I kem bibliotekë kombëtare librat. Po shumë mirë bëni që e përmendni. Po. Duke që vini nga një familje intelektuale, patriotike. Madje në Kosovë e njohin më shumë se sa në Shqipëri. Wow. Po. Lidhja me Kosovën, ka shkruar për Kosovën, ka qenë ai ndoshta arsyeja pse ju filluat të shkruanit, si është lidhja juaj me fjalën, domethënë kur filluat ju të shkruani? Unë atëherë, që kur kam qenë e vogël, bëja hartimet e mira, mi lexonin hartimet në klasë etj. Baba im ishte kryeredaktori I Zërit Popullit. Në kohën kur baba im ishte kryeredaktori I Zërit Popullit, unë duhet bëja, domethënë, kërkesë për të drejtë studimi. Erdha në
do vija në universitet nga shkolla mesme. Unë e shkruaj të mjekësit parën edhe gazetari dytën, po baba im donte patjetër gazetari. Kishte qejf që studion gazetari. Dhe unë studiova për gazetari, kam qenë vetëm unë dhe vetëm djemë të tjerët. Wow. Ka qenë Xhevair Spaiu, ka qenë Spiro Dede, ka qenë Faik Ballanca, gjithë shkrimtarë këta. Edhe Fiqeri Shahin Llari, kanë qenë të gjithë u bën shkrimtar, vetëm unë isha vajzë, domethënë, dhe gjithë tjerët ishin çuna. Edhe bëra këtë kursin e gazetarisë, kam pas profesor shumë të mirë, ka qenë Driteroj, profesori im, ka qenë Hamid Boriçi, ka qenë Zini Reso, ka qenë Marash Hayati, kanë qenë dhe ca tjerë. Wow. Pas ka qenë një kuadër jashtëzakonshëm? Ishte kursi i parë i gazetarisë kemi bërë neve, sepse ata gazetarë që kishin mbaruar për gazetarinë përpara i kishin bërë në jashtë shtetit studimet. Për shembull Shpresa Kamani, Lavdie Leka ishin, Ballkiz Halili, domethënë ca gra që kanë studiuar jashtë dhe erdhën këtu pastaj. Kursi i parë i gazetarisë ishte ky, u bë pastaj tash është për deg dihet, që është deg më vete. Si ishte raporti juaj me Driterojin, me Hamid Boriçin? Shumë i mirë, shumë i mirë. Shumë i mirë, unë në një libër që botova me poezi të Kolit, ja çova Driterojit bënte parathënien, dhe ai më përmend edhe mua atje te parathënia e librit. I kam dashur shumë profesorët e mi. I ndoqja deri vonë, shkoja i vizitoja, domethënë. Ju nxiste Driteroj të shkruani, të jepte motivim që... Jo, Driteroj... Si ishte si profesor ai Driteroj? Ishte profesori... Këta profesorët, Driteroj dhe këta tjerët ishin vetëm profesor Ziniu ishte pak më i rept, kurse këta ishin të lirshëm. Ishin të komunikueshëm me studentët. Në ato vitet e para kur gjithçka dukej më e vështirë, çfarë ishte gazetaria për ju? A ishte mision, pasion? Si e përkufizoni ju gazetarinë? Unë gazetarinë e fillova praktikën e gazetarisë, mbasi bëra kursin, e kam bërë te Gazeta Zëri i Rinisë. Te Zëri i Rinisë gjeta sekretare kolegjumi Liri Lubonjën, maman e Fatosit, që ishte një grua shumë e mirë, shumë komunikuese, shumë moderne, që të ndihmonte për çdo gjë. Kisha Vat Koreshin, kisha Pjerin Vatën, domethënë gazetar shumë të mirë që më dhanë dorë dhe më ndihmuan në ato kohë. Bile ishte problem, kishin dalë to docibaut, që quheshin, kritikoheshin profesorët. Edhe vijeshin fletrufe gjithandej. Dhe unë kisha bërë një shkrim të Zëri i Rinisë që kisha lavdëruar një studente, që ishte shumë e mirë, dhe unë atëherë jetoja te daja im se familja ishte në Durrës, edhe bie një ditë e dera dhe ishte një djalë i ri, thotë, po kërkoj filanen, unë jam, i thashun. Do vish sa të japësh llogari atje te mbledhja jonë, tha që e ke lavdëruar atë. Po, sepse ishin bërë dy grupe. Njëri grup me profesorin dhe njëri grup kundër profesorit. Edhe kam fol me Lirin atë kohë kështu, edhe më çoi Liri atje. Tha, mbro veten andaj këtej, edhe kaloja ajo punë. Po që e kam pas një përballje kështu në kohë të vështira për të shkruar. Kanë qenë kohë të vështira, sidomos në periudha të caktuara. Por ishin kohë të vështira dhe kështu, e diti që Gazeta Adriatiku bëhesh me gërmat ishin prej plumbi dhe merreshin A-ja, B-ja, C-ja, nuk ishte e bërë e gjitha me dorë.
Pastaj E vështirë ta shkruar. shumë Teknikisht po them. teknikisht Po. qishnin ata të shkretët, ata teknikët aty që punonin. Pasa do bëhet të frestin, do ta shifshe se mos ikte në një gabim a kështu se një gabim t'ikte edhe ike mirë pasaj në atë kohë. Edhe ka pas vështirësi. Mua më thanë njëherë kur isha te Gazeta Adriatiku do shkosh në Ishëm. Gazeta s'kishte as makina as ish. Unë isha nuse re fare. Ishmi ishte fundi botës atëherë, s'kishte as rruga as ish. Edhe sot e mendoj, them si kam shkuar. Kam shkuar me autostop. Ashtu a? Po. Bët autostop në atë Me periudhë. autostop. Edhe në motor kam hyp. Se një pjesë rrugë deri këtu, një pjesë rrugë deri këtu, një pjesë rrugë. Nuk kishit frikë të bëni autostop në atë periudhë. Shiko, di që nuk ka pas frikë. Nuk ka pas frikë, po thoshe që je gazetar nuk ka pas frikë. Ti nuk ishe frikë nga tjerët. Të tjerët sikur kishin pak frikë nga ty. Frikë sepse mund të shkojë ndonjë gjë për ta. Kështu që aty nuk ishte frikë. Pastaj kur kam shkuar atje në Ishëm, që mbarova atë që më kishin caktuar për të bërë, pastaj u ktheva me kryetarin e komitetit ekzekutiv, se ishte dhe ai atje në mbledhja, po për të shkuar unë e di se çka më hequr. Po si ishte përvoja kur shkuat në Ishëm? Ju si duk? Një fshat, domethënë i humbur, po që kishte një qendër shëndetësore, kishte dentist, kishte, domethënë se tashi thonë që s'ka fare, tashi zgjëndet doktor në fshatrat e largët. Po tashi ka vajtur edhe rruga, është ndryshe gjendja. Pa atëherë duhet shkoje me, domethënë zgjaste rruga kush e di se sa. Po me Kuksin, çfarë ju lidh, zonja Kozeta? Atëherë unë në Kukës kam lindur. Kam lindur sepse baba im ishte sekretari i parë i Kuksit. Në atë kohë dhe filmas lufte e caktuan atje sekretar të parë të Kuksit. Kuksi me Prizrenin kanë qenë të hapur në atë kohë, në 46-ën kur kam lindur unë. Dhe baba im atëherë ka pas misi me Fadilin, me Fadil Hoxhën, sepse ishin student të dy bashk. Dhe baba im ka marrë pjesë te martesa e Fadil Hoxhës. Kurse Fadil Hoxha ka vinte te shtëpia jon dhe tregon mama ime që të ka tundur një herë në Sallanxhak, sepse në shtëpitë atje në Kukës më kishin bërë një djep në ato shtyllat e tavanit, edhe një sirjet kështu, asaj thoshin Sallanxhak. Edhe më ka treguar mamaja që ai më ka përkundur atje në Sallanxhak. Kanë qenë domethënë shumë të hapura ato kufite, marrëdhëniet mes nesh kanë qenë shumë të mira. Më mbrapa pastaj u mbyllën dhe u bë qamet i madh. Sa vite jetuat në Kukës ju si familje? Jo, ne kemi jetuar 2 vjet në Kukës. Domethënë ju nuk e mbani mend Kukës. Jo. Pastaj kam vajtur e kam parë sepse dola në fotografi. Më çoi baba im të dilja në fotografi te shtëpia ku kam lindur para se të përmbytej Kuksi. Dhe e kam foton me gjithë veshjen e Kuksit. Po Tirana, çfarë simbolizon Tirana për juve? Po, në Tiranë unë pothuajse jam rit kudo. Kam që nga Kopshti, që e kam pas Kopshtin te Pazari i Ri, që domethënë mbaj mend në atë kohë do ketë qenë viti 50-51, kam parë para Kopshtit ka qenë një i varur. Si sot e mbaj mend tmerr, ishte një tmerr. Nuk di ta them. Dhe 2 të varur të tjerë i kam parë para kinema 7 nëndorit. Të kanë ngelur si traumë kjo? Si traumë më kanë ngelur, si traumë. Pastaj atje në atë kopësht, siç kalojnë kalamajt në kopësht, po që janë thrime shpirti që kanë mbetur. Kujtoj që nuk doja të flija në drek, s'flija në drek. Duhet të flinim gjithë s'flija dhe bëja kështu, shifsha, domethënë kush po fle, kush s'po fle. Pastaj është shkolla deri në klasën bëra dhe klasën e 5 te Kongresi Përmetit.
Pastaj klasën e 6, 7 dhe vitin e parë gjimnazi kam bërë në Gjirokastër, se u transferua baba në Gjirokastër. Keni lëvizur në shumë Po, qytete? kemi lëvizur, kemi në Gjirokastër, Durrës, Tiranë, pastaj u kthyem prap në Tiranë, shkollën e mesme e kam bërë te Petronini Luarasi, ka qenë shkolla ime, kemi pas një drejtor të jashtëzakonshëm, Riza Hajro quhej, që ishte e kishin të merë nxënësit, ai rusisht jepte, por ishte i pastër. Rinte me gomë në dorë për të fshirë muret po të kishte në një laps. Dhe bëri dhe një eksperiment që ne hiqnim këpucët dhe vishnim si biçim pandoflash te shkolla. Atëherë ka qenë një shkollë shumë e mirë. Shumë shkollë e mirë. Kështu që unë me Tiranën kam të lidhur shpirtin tim në fëmijëni, në adoleshencë, pastaj studente në universitet, në degën e gazetarisë. Deri sot, a? Edhe deri sot. Domethënë, kam shumë kujtime nga Tirana, kam shumë dashuri për Tiranën, kudo domethënë shoh, po që nuk është më Tirana që ishte, për shembull, nuk është Tirana që ishte. Do të kërkosh te Pazari i Ri ato gjurmët e asaj Tirane nuk i gjen më. Ju mungon ajo Tiranë? Natyrisht, më mungon. E di pse, se është ajo nostalgjia. Ndofta tashti mund të jetë edhe më bukur sepse ka zhvillime, por mbeten ato dashuritë e vjetra, kujtimet. Mbeten, kështu që Po periudhën e izolimit të Shqipërisë, të komunizmit, si e kujtoni? E kujtoj shumë mirë dhe periudhën e izolimit. E para, më kujtoj, doli filmi Salambo, u dha vetëm një ditë dhe u hoq. Dilnin libra nga letërsia e uja, i iqeshin për një herë. U dënua Xheveir Spahiu e Mojkom Zeqo për poezi hermetike. Jashtetit as nuk bëhe fjalë që të shkoje të shikoje. Duhet ta shikoje Italin fshehurazi, duhet ta dëgjoje muzikën italiane fshehurazi ose muzikën angleze etj. Si ta thush, kishte vështirësi edhe ekonomike, sepse erdhi një kohë që nuk gjeje dot kafe. T'jepnin vetëm një pak, u bë çdo gjë. Nuk gjeje dot gjalp, nuk gjeje dot vezë, nuk gjeje dot duhet të rije në radhë. Mua më kujtohet njerë se unë pata dhe një periudhë që isha e internuar në Selenicë të Vlorës, sepse e dënuan baban tim me Si ndodhi internimi për familjen tuaj? Atëherë, baban tim e dënuan për veprimtaria armiqësore, sikur ai kishte bërë domethënë lehtësim të luftës së klasave dhe njëkohësisht sikur do bëhesh do përmbysë pushteti, do bëhesh sekretari propagandës në qeverinë që do krijonte Beqir Balluku, ca dokra të kësaj natyre. Domethënë të gjitha grupet, sepse unë edhe po lexoj tash një libër të pikërisht të këtyre, po e kam në dorë duke lexuar, të gjitha këto ishin fantazit e mendjes së sëmurtë e Enver Hoxhës. Ai krijoi të gjitha këto. Nuk ishte as agent, as poliagent, nuk ishte as armiq, sepse baba im po t'ishte armik kur ka qenë sekretari i parë i Gjirokastrës. Na ka ngritur nga gjumi në orën 2 të natës gjithë familjen, sepse priste që të binte shi dhe shi s'kishte. Duhe shiu për bujqësinë. Po binte shi në orën 2 të natës, na ka ngritur gjithve për t'u gëzuar që po binte shi. A mundet një njeri i tillë, idealist, që të zgjoj tër familjen, të gëzohet pa fund, sepse po bie shi që i duhet tokës bujësore, dhe ky të jetë armik? A mundet? Ky njeri që luftoi, ky njeri që dha gjithçka për vendin. Nuk e di. Domethënë të bëshin sajesa të tilla, edhe Po kam lexuar edhe historinë tuaj ku
Ndërsa të tjera thoni që edhe kur ju internuan, domethënë ju nxinin edhe njerëzit rreth në Tiranë, domethënë që të shifnin të tjerët, domethënë si një parakalimi. Si ndodhte ky parakalimi? Pse bënë? Atëherë, mua më dhan urdhër që do ikësh. Shko ande, shko këtej, pse do iki? Këtë takoja, këtë pyesja, e nese. Do më thënë, dikë që takova rasisht, që mund të m'jepte një përgjigje, sa mori vesh kush isha, u trëmbe dhe iku. Dhe lagja priste në Filandit në 15 tetor, 75, unë duhet ikja nga Tirana. Lagja ngriti gjithë plaçkat, e mia që i futën një hodhën në makinë. Djali imi vogli ishte me 39 e gjysëm. Dhe ju luta aman më mbani aty te kabina se është shumë i smur. Dhe djali madh ishte këtu me mua. Këtu me mua, ku ula unë në përdëngje, mbi makinë, mbi karoceri, edhe djali im ishte këtu për kashi, dhe këtu ngjitur me mua ishte një polic. Jo ushtar, po polic. Polic me automatik. Ai djali vogël edhe, o mami, çfarë është ky? Unë si ktheja përgjigje fare. Dhe na morën siç ishim, na shëtitën nëpër Tiranë, që të merrte vesh dynjaja, që ja si e pësojnë armiqt. Mos guxoni të flisni, mos guxoni të më kanë marrë dhe gjithë gishtat. Mi morën sepse në atë periudhë ishin hedhur ca trakte. Edhe donin të verifikonin se mos kush. E bënin për këtë punë. Po kur shkuat në Selenic, si ishte jetesa juaj në Selenic? Kur shkova në Selenic, pastaj shkova, aty ishte mamaja ime. Baban e kishin marrë në burg, e kishin arrestuar. E internuar edhe maman, no? Po, edhe gjyshen. Që gjyshja në kohën e luftës ka prit gjithë luftëtarët e shtëpia vetë shkreta. Edhe gjyshen e kishin internuar. Atje gjitha gjyshen, maman, vllajën dhe motrën e vogël. Shkova dhe unë atje, me gjithë të 2 fëmijët, pastaj kam bërë 6 gjyqe për fëmijët, 6 gjyqe. Ju morën fëmijët? Gjyqi Tiranës mi la të 2 fëmijët mua. Kryetare gjykatës ishte mama e një shoqes time, mi lanë të 2 mua. Gjyqi i Vlorës, me prokuror ushtarak, u bë gjyq civil, mi mori të 2 fëmijët mua. Unë kam rënë më ratë fikët nga shkallët, më ka marrë hopa vllaim. Pastaj unë prap apelova dhe u bën 2 gjyqe në Durrës. Gjyqet e Durrësit, një ja lanë Tiatit, një më lanë mua. Dhe kështu 6 gjyqe kam bërën për fëmijët. Domethënë, nuk mund të ketë poshtërsi më të madhe se sa ti rëmbesh nënës fëmijën. Ku i quan fëmijët? I mori jati. Fëmijët. Po si e përjetuat ju këtë ndarje nga fëmijët tuaj? E përjetova shumë keq. Shumë keq. Shumë keq. Pastaj më duhet të punoja, më duhet të ushqesha, të drejtën e diplomës ma mohuan. Çfarë punonit? Në tokë. Me lopat, me kazëm, me shat, me xab, me krër. Bënit punë fizike? Të gjitha punët që bëhen në bujqësi. Për sa vite? Për 11 vjetë. 11 vite. Për sa vite ishin ndarë nga fëmijët tuaj? Unë dava që kur më i ndodhi babait tim që u quajt armik, ata ishim 3 motra, të 3 në ndanë burat. Edhe që atërë unë dava, dhe më thënë. Po kur u kthye komunikimi me fëmijët, ose kishit komunikim? Po, atëherë po, kisha komunikim, sepse gjyqi më dha të drejtën që në kohën e verës fëmijët të vinin të rinin te unë, dhe 3 herë në vit i takoja. Kështu që shkoja unë në Durrës, shkoja në hotel Durrësi, merja një dhomë me 3 krevat, merja të 2 fëmijët dhe unë, edhe rria sa të më mbaroshin lekët, aj sa më kishin dhënë dhe leje nga. Pa raporti me ish bashkëshortin, do me thënë si ishte? Atëherë ka qenë shumë i keq.
atëherë, kurse tash është shumë e mirë. Tash është shumë e mirë, domethënë mbasi erdhëm në Tiranë që ndryshoi sistemi etj, ai më merr në telefon një ditë dhe thotë është datëlindja e nipit, edhe dua të vi me gjithë gruan. I thash unë, mirë se të vish se unë nuk jam si ju. Edhe erdhën, i thash nuses time, i thash dëgjoj, do vi vjeri jot, i thash unë, me gjithë të shoqen, ti do t'i presësh, unë nuk do lëviz nga vendi, se unë nuk ju shërbej atyre. Do t'i presësh ti, po unë do jam e pranishme. Kur ishte kjo dhe me thonë për... Kjo ka ndodhur ka shumë vite. Ka shumë vite. Pastaj, ajo gruaja që mori ai, vinte te unë e mbaja për drek, e prisja, ajo më puste, më përqafonte dhe më thoshte të lumshin duar, sa mirë ke gatuar. Dhe të mbanit një raport të shëndetshëm edhe me gruan e ish-bashkëshortit tuaj. Edhe me gruan, edhe me vajzën e tij. Se një vajzë ka vetëm. Ai jeton, vazhdo? Ai jeton, tash me demencë të rënd, por që më merr në telefon ditë për ditë. Ju merr? Ditë për ditë. Ish-bashkëshorti? Ditë për ditë. Çfarë ju thot në telefon? Si je? Thot, këtu më del ajo fotografia jote që ke dalë shumë bukur. Është shumë interesant. Ju mban mend? Po. Nuk ju ka harruar? Ja. Ato e mbajnë tash dy njerëz. Një grua në mëngjes, edhe një burr masdite. Domethënë është rënd. Djali tjetër timi është në Gjermani, kështu që ka fatkeqësisht një fëmijë të smur dhe nuk mund t'i shërbej tjatit. Edhe këto janë marrëdhëniet. Po me djalin që jeton në Gjermani, cili është raporti juaj? Jeni e afërt? Shumë. Ditë për ditë më merr në telefon, më flet për teatrin, më flasim gjatë, më tregon për veten, për gjithçka, edhe sepse lexon dhe ai, më tregon dhe për ato që ka lexuar, që domethënë kemi raporte shumë. Unë me fëmijët kam pas raporte shumë. Kam pasur raporte shumë të afërta. Çfarë kuptimi ka fjala nën për ju? Si e shihni ju fjalën nën? Unë them që nuk ka gjë më të bukur se sa ti jesh nën. Sjell një jetë krijesën tënde, të cilës i përkushtohesh me shpirt e me gjithçka. Pastaj këtë krijesë e shet e kritet mes buzëqeshjeve dhe dhimbjeve. Edhe përpiqesh që të bëhet një njeri i mirë. E di çam ka ndodhur një herë me një bashkëpunëtor të radios në radion e jashtme ku kam punuar. Se është interesant. Ky është sot tenor në Gjermani. Izet Salihi quhet. Është tenor shumë i mirë. Merr pjesë atje në opera kështu dhe duke dal nga radio pash që po grindesh. Ky me dikë po grindesh aty te polici. Unë do dilje, do hike në shtëpi. Thash unë çfarë ka? Tha po unë tha jam artist i ri tha. Jam artist i ri tha dhe këta tha duan artista me emër që ti marrin në intervista tha. Nuk na merr njeri neve. U ktheva i thash hajt se do të marr unë. Hypa sipër në kat-katër prap, e mora në intervistë, i thash të më sillte diskun që ta ilustroja me ato arjet e veta, ja bëra intervistën, e transmetova, ja dhurova dhe ati kasetën, dhe ky djalë, ditë për ditë vinte te radio se donte të më qirase. Mua sa më kishte ardhur nipi në atë kohë. Dhe unë doja t'i ikja me vrap në shtëpi, domethënë, mbaronte puna, t'i ikja me vrap.
E gjithmonë i thosha, s'kam kohë. Një ditë pastaj më tha, të lutem, hajde të pim një kafe, vetëm do pim. Edhe shkuam pim një kafe me Izetin. Tashti, te kafja, unë kam folë vetëm për Glakun, për djalin për nipin tim. Sepse sa po më kishte ardhur dhe isha kështu plot me dashuri për të. Dhe ky ngeli kështu, edhe tha, a mund të puthi? Sepse unë thash, po ky njeri, si ka ngelu kështu pa martuar, pa shu, më kujton të mua se kur isha beqare. Por ti tha pas ke tha provuar dhe në nësin tha, edhe gjyshësin. Po, i thashën, për këtë tha do të putha se u knaqa që je bërë dhe nën dhe gjyshe. Dhe më thënë, shiko se sa gjë e bukur është të jesh nën. Shumë. Është gjë e bukur shumë. Unë kam aty në çantë një poezi që më ka dhuruar Fatos Arapi për nënën e tij. Pija shpesh kafe me Fatosin kur isha në radio. Është një poezi e mrekullueshme. Nuk ka gjë më të bukur se sa nëna për fëmijën dhe fëmija për nënën. Sa bukur flisni për nënësin, zonja Kozeta. Por ju keni përjetuar një nga dhimbjet më të mëdha në jetë, humbjen e fëmijës. Ishte e tmerrshme. Si e përjeton një nën humbjen e fëmijës? Ishte e tmerrshme. E përcolla të dera ditë. E përcolla, isha me djalin e vogël. Ati i dha ca detyra për të bërë, edhe mua më dha të puthurën e zakonshme që më jepte në ballë, sa herë hikte, sa herë vinte, më puthte në ballë. Edhe iku dhe serdhi më, nuk mund ta besoj edhe sot si ka mundësi, ishte ora 6 e masdites, kur iku, nuk e di, ishte një tmerr, nuk doja, 2 vjet e gjysmë nuk kam dal nga shtëpia, 2 vjet e gjysmë nuk dola nga pragu i shtëpisë. Kisha një libër me tregime në kompjuter, kam mbetur aty, si që ka qenë, sepse mua më shtharë shpirti. Unë nuk kam motiv. Nuk kam motiv. Por ju tani forcën e gjeni tek niprit tuaj. Ju i përmendet niprit, e përmendet që jeni shumë e lidhur me niprit. Shumë. Me fëmijët e Sokolit, Sokol Eldashit. Si është raporti juaj tani me fëmijët? Unë ju them hajteni te mami, edhe pse kanë mamin, e kanë shumë të mirë mamin. Dhe mama tyre është pedagoge në universitet, punon shumë, jashtë mase punon për të rritur këta fëmijë. Është shumë tolerante, komunikon shumë bukur me fëmijët. Dhe fëmijët janë shumë të lidhur me të dyja ne. Janë shumë të lidhur. I vogli punon, ka filluar punë, i madhi ndes ka filluar punë. Çfarë moshe janë? I vogli bëri 24 këtë muaj, kurse i madhi është 26 i ka lënë. 26 i ka lënë. I shohin si 2 nëna. Janë po, tamam, si 2 nëna. Janë shumë të mirë, nuk kanë vese, hiqa të duhanin, se duhanin i kanë gjarë tjati duhet për duhanin, po janë çuna të mirë, janë çuna me zemër, janë çuna që t'japin dashuri. Po, gjithsesi Sokoli ishte edhe figurë publike, Sokol Eldashi, biri juaj. Po si e pritët ju kur ai filloi t'i futet jetës publike? Si ju duk juve, dhe me thënë, T'ju them të drejtën, Sokoli mbaroi për jurisprudencë. Dhe duket influenca ime, ku diun se çfarë, e çoi në gazetari. Ai punoi, kur ishte student, punoi në agjensinë telegrafike. Që kur ishte student, pastaj me radhë vazhdoi të punonte te ATN-ja, atje u bë kryeredaktor,
punoj te Albania zëvendës kryeredaktor. Pastaj në një moment që ai nuk e dinte fare, kishte ndruar jetë vllai Spartak Ndjelës dhe unë isha atje, sepse kemi qenë në internim bashk, edhe isha atje ndihmoja. Dhe u ktheva që nusja Koli të vinte të bënte ngushëllimin këtu. Shkova në shtëpi, kur shkova në shtëpi, dëgjova në radio që Sokol Oldashi po garon me partinë. Jo, po garon për sekretar për marrëdhëniet me publikun me ish-kryetarin e parlamentit. Se tash jam dhe unë që ka qenë burg gjithë, ma kujto pak. Se mbaj mund të aliasun, për cilin periudhë po flitet? Të fillimit fare. Do me thënë, aplikoj aty? Jo, fare. E kandiduan vetë? E kandiduan vetë. Do me thënë, ai s'dinte gjë fare. Nuk dinte fare. Unë e dëgjoj këtë, e dëgjoj këtë dhe kur kthehem pastaj që se unë erdha që të mbaja kalamajt. Dhe pastaj unë erdhi nusja dhe unë shkova prapa atje. Edhe i them Kolit, ore, Koli thash unë kështu dëgjova në radio. Çfarë flet më tha mua? Po thash unë dëgjova me këta vesh. Dhe e kishin bërë vetë. Dhe Ylli Rakipi që ishte kryeredaktori i Albanisë, i thot Kolit pastaj se kishte faqen politike Koli, i thot Kolit, tash ti u zbulove thot se ne jemi gazeta politike, i u zbulove thot edhe do ta lësh faqen politike, do marrësh faqen e Kosovës. Ua. E mori faqen e Kosovës Koli për ca kohë dhe pastaj shkoi atje i la Çelsat e i tha un po iki. Edhe ngeli ca kohë kështu, pastaj te një revistë, po prapë që e nxirnin këta të Kosovës, e bën zëvendës kryeredaktor, shkoi atje punoi. Pastaj te atë. Do të thënë si ta thush, pastaj e zgjodhën nga ATN-ja e bën e propozuan për kryetari forumit të rinisë. Dhe kështu si ta thush, nuk është se ka garuar vetë, po e kanë. E pritet mirë ju futjen e Sokolit në politikë, Sokol Oldashi? Jo. Pse nuk e kanë prit mirë? Nuk e kanë prit mirë sepse unë e kishe hequr nga babaim atë eksperiencë. Babaim ishte në politik, ishte antar i Komitetit Qendror, ishte kryeredaktor i Zërit Popullit. Dhe u quajt armik për kot. Kështu që nuk kisha një eksperiencë shumë të keqe nga politika dhe nuk kisha dëshirë, që është e vërteta. Nuk kisha dëshirë mirë, po jeta mori rrjedhën e vetë dhe shkoi atje ku vërtet ndodhe ajo e keqja e madhe. Po, nëse do ta kishit edhe një moment me Kolin, vetëm ju se nënë dhe birë, në një kështu moment intimiteti, çfarë do t'i thonet? Do t'i thoja shpirt, të dua shumë, të dua pafund. Dhe më kujtohet Leo Buscaglia, është një shkrimtar që në Amerikë krijoi katedrën e dashurisë. Ai ka në librat e vet, se ka shumë libra, dhe ka një moment ku ai në mes të natës nga Amerika merr nënën e tij në Itali në telefon dhe i thot: "Mama, të dua shumë." E ja më thot: "Po unë e di që më do." E di unë që ti e di, tha. Por ama këtë që po ta them në këtë orë të natës, ti s'do ta harosh kur. Sepse dashuria nuk ka kudo ta shohësh si fëmia për nënën, nëna për fëmin, është ajo e famshme e Dankos që i mori zemrën edhe u rrëzua e tha u vrave birë. Nuk është unë them që nuk ka dashuri më të madhe se sa kjo. Dashuria e nënës për fëmijën nuk mund të ketë. Nuk mund të ketë. Po ju e njihni shpirtin e Kolit, Sokol Oldashit, birit tuaj, më mirë se kushdo tjetër.
Po si ishte ai? Si ishte bota Si ka shpirtërore? qenë bota shpirtërore e ti, si ka qenë. Kur vinin në Selenis të Vlorës që ishim të internuar, vinin 2 fëmijët e mi dhe 2 fëmijët e motrës time të dytës. Ajo i kishte çupa, unë i kisha djem. I merja të 4 dhe ju lexoja. Ju lexoja poezi, ju lexoja letërsi artistike. Gocave ju mësoja dhe të qëndisnin e tjerë. Kishim orarin e mësimit. Dhe mbaj mend një herë që po i lexoja poemën Pavli i vogël të Hugojit. Nuk e di e keni parasysh apo jo, është historia e një djalit të vogël Pavlit, që i vdes nëna dhe e rrit gjyshi tashi. Mirë po babai martohet. Martohet edhe merr gruan tjetër. Ky rinte poshtë tavolinës, i friksuar nga njerka e tjerë. Kurse me gjyshin, kur ishte vetë me gjyshin, ai bëhej mbret. Dhe gjyshi ishte vartësi i tij. Dhe gjyshi bënte gjithçka për nipin. Po gjithçka. Aq e madhe ishte dashuria e tyre. Dhe një ditë vdes edhe gjyshi. Vdes gjyshi dhe Pavli u mërzit jashtë mase. E morën gjyshin dhe e çuan në voreza. Ky i ndoqi nga mbrapa për të parë se ku po e çonin gjyshin. E pa se ku e çonin dhe pastaj ngrihet në mesnat dhe shkon atje dhe ngrin te dera e vorezave. Kështu mbaron kjo poem. Dhe në këtë moment kur unë lexoj këtë poemën, dëgjoj një nga fëmijët që po qante me ngashërim. Ngre kokën dhe ishte Koli. As çupat, as djali im i madhi, po qante Koli. Ky është shpirti i Kolit. Pastaj Koli u mor me muzikë shumë, i binte violinës, ai punonte 4 orë me kitarën vetë, autodidakt me kitarën, shkruante poezi, përkthente, lexonte shumë, i donte shumë poetët, i donte shumë këngëtarët, dhe e fundit fare ishte një moment kur mua një mikesha ime më dhuron një disk. Ishte filmi Koncert. Është një histori me Bolshoi Teatr që e thresin në Paris për të luajtur Çajkovskin. Madje dirigjenti arrin deri që të lajë çimentot se ishte i dënuar. Ishte i dënuar nga pushteti rus. Dhe vajza e 2 artistëve të atëhershëm, të cilët u dënuan, këta e fusin në një violin, e fusin në një kuti dhe e çojnë nëpërmjet një gruaje në ambasadën franceze. Dhe kjo vajza shpëton dhe kjo bëhet artiste e madhe. Artiste e madhe që i ngjan të jëmës. Dhe e kam parë filmin. E ke parë të filmin? Po, e kam parë. Dhe pikrisht kur unë ja vura Kolit këtë film, i tha shikoj se është shumë i bukur. Koli qau dhe këtu. Ky ishte Koli. Koli qau. Besoj ke qarë dhe ti, se unë kam qarë. Po. Gjithë familja, sepse e ka parë dhe gjyshi dhe mami. Shumë i bukur. Pra, ky ishte shpirti delikat i Kolit. Ishte shpirt shumë delikat, shumë delikat. Po, Zonja Kozeta, ju përmenda që para pak kohësh, para një muaj e gjysmë, kam bërë një intervistë me gjyshin tim, një bisedë për podcastin tim. Edhe fatkeqësisht edhe gjyshi më ka humbur vajzën e tij të madhe. Edhe për po flisja me gjyshin madje, më tha të jetosh gjatë është edhe një lloj mallkimi, sepse përjeton gjithë humbjet e mundshme, prindrit, motrat, vëllezërit dhe deri tek fëmia. Dhe më thënë e përjetoj edhe ai. Edhe si e shihni ju dhimbjen, zonja Kozeta, ju ka bërë dhimbja më të ndjeshme në raport me njerëzit, me botën përreth? Natyrisht. Unë kam njohur dhe Liri Belishovën, e kam pasur mikesh. Edhe ajo kishte humbur një fëmijë, një vajzë. Humbi dhe vëllezërit, njëri mbas tjetrit. Edhe më tha një moment që
Si ka mundësi, tha, që s'më merë Zoti mua, tha. Humba kaq shumë njerëz të dashur. Është vërtet kështu siç ka thënë gjyshi jotë, është ndofta është mallkim, por dhimbja të bën vërtet shumë të ndjeshëm. Shumë të ndjeshëm. Unë kur dëgjoj histori të përafërta, mua nuk më reshtin lotët. Edhe janë lot shpirt, janë lot vërtet. Bëhesh gjithmonë, sepse tregojnë që në një lumë kalonte mbreti, kalonte edhe një i varfër. I varfëri mblidhte lakra për të ngrënë. Ky i pasuri shikonte bukuritë e natyrës, lumin, gurët, lulet, edhe do më thënë, sepse nuk kishte ai varfëri, nuk kishte ai dhimbje për ata që do ushqente në shtëpi, kurse ky tjetri nuk e vinte re fare këtë. Sepse dhimbja dhe përgjegjësia për ata që do ushqente ishte shumë e madhe. Kështu është edhe puna e dhimbjes, dhimbja të bën shumë delikat, po njëkohësisht dhe më thënë, unë nuk e di, nuk e besoja të isha kaq e fortë. Unë nuk e besoja që mund të jetoja edhe një ditë pa kolin. Mirë po jaku jam. Nuk e besoja dot, nuk e di. Nuk e di. Po lumturia, çfarë është për ju, zonja Kozeta? Të them drejtën, nuk besoj te lumturia. Nuk besoj. Ky nocioni, koncepti i lumturisë për mua nuk ekziston. Madje në një libër se unë kam bërë 3 libra, kam botuar, dhe te një libër që mora Gjergj Vlashin si redaktor dhe si të më bënte një hyrje, një parathënie, ai në fund e mbaroi parathënien me fjalët: "Dhe tani Kozeta është një gjyshe e lumtur." Gjergjin e kam dashur fort. Ishte enciklopedi e gjallë, ishte një familjar i jashtëzakonshëm, ka 2 djemë të mrekullueshëm dhe një grua të jashtëzakonshme, që unë vazhdoj i ndjek, sepse ju dua vetëm të mirë në atyre njerëzve. Dhe jam nisur nga Tirana, kam shkuar në Durrës, te shtëpia e Gjergjit, vetëm që ai ta hiqte këtë fjalën. Sepse i thash, unë nuk besoj shpirt në lumturinë e njeriut. Po, njeriu ka grimca të bukura, grimca lumturie, por që të jetë në vijshmëri ajo lumturia, unë nuk e besoj. Nuk e besoj dot. Nuk e besoj dot. Po liria, çfarë është për ju, zonja Kozeta? Liria është gjithçka. Për mua liria është gjithçka në kuptimin e dinjitetit, të vërtetës, të asaj që njeriu duhet të bërtas dhe jo të nënshtrohet apo të hesht. Sepse vetëm duke bërtitur të i vëri vullën të vërtetës. A ndjeni e lirë sot? Unë jam shumë e lirë. Jam shumë e lirë. Bëj çfarë të dua, nuk kam kufizime, gjithmonë kam qenë shumë e lirë, hiq 5 vitet e internimit në Selenicë, unë për herë e kam ndjerë veten të lirë, sepse asnjëherë nuk jam pajtuar me padrejtësinë. Në ato vite s'kishe ç'bëje, kupton, nuk do t'i bie murit me kokë, por në kohën kur unë e kam në dorë veten time, fatin tim, rrugtimin tim, unë ndihem e lirë. A mendoni se gratë mbështesin sot njëra tjetrën, apo mungon ende kjo mbështetje? Unë do të thosha që e përgjithshmja, gratë e mbështesin njëra tjetrën, por jo ashtu si burrat mbështesin njëri tjetrin, ndërsa burrat për mendimin tim janë më pragmatistë dhe mbështesin njëri tjetrin me këtë direkcion,
Gratë janë më shpirtërore. Gratë e mbështesin njëra tjetrën me shpirt, me idealizëm. Për mendimin tim. A ju ka ndodhur ndonjëherë të ndjeni më shumë e gjykuar si grua se sa si profesioniste në karrierën tuaj? Asnjëherë nuk jam ndjer e gjykuar si grua sepse i kam kryer detyrat e mia nga mëngjesi deri në darkë duke nxjerr frym. Sepse në kohën tonë lodhja ka qenë, s'kishte as pampers as për fëmijët, me napa do t'i zienim, do t'i ndenim, do t'i ekurosim, kemi pas mundime fizike shumë të mëdha dhe ne i kemi tejkaluar. Madje unë kam në fakt një shoqe që është e bia e Jorgjia Trujës, Takuina Truja, pianiste, e ka dhe vazën pianiste në Holland. Ajo shkonte me pianistët e rinj, shkonte shpesh jashtë shtetit, që i paraqiste pianistët e rinj. Edhe e kishin marrë në intervistë një dite dhe i kishin thënë, kush është frymëzimi yt? Edhe Takuina i kishte thënë, gruaja shqiptare. Wow. Gruaja shqiptare, sepse vërtet gruaja shqiptare është grua e sakrificave, grua që sakrifikon veten e vet për familjen, për fëmijët. Do të thuash që nuk është modernizmi ky, për mua duhet bërë dhe kjo dhe kjo. Edhe detyra e përcaktuar në profilin që je, por duhet bërë patjetër dhe kjo. Po çfarë do t'i thonet sot një gruaje që heziton të jetë vetvetja, të flas pa frikë? Unë do t'i thoja mos hezito, mos hesht. Heshtja është poshtrim. Heshtja është varje. Varje në kuptimin e varësisë. Por lufto dhe ngrije zërin tënd për të drejtat që të takojnë. Se vetëm kështu mund të fitosh. Në qoftë se do rishe heshtur, e varur, je pa dignitet, je pa pander, je pa në kuptimin e madh të fjalës. Kështu që unë do t'i thosha guxim. Guxim për të arritur të vërtetën. A jeni ju feministe, zonja Kozeta? Unë jam edhe s'jam. Jam në mbrojtje të grave gjithmonë, për herë, po jo në diskriminim të seksit tjetër. Unë jam që të shkojnë bashk dhe të ndihmojnë njëri tjetrin. Mirë po, maskilizmi faktikisht është me tepric këtu në Shqipëri. Po në Shqipëri ka pasur edhe gra që kanë qenë të pushtetshme, sidomos gjatë kohës së komunizmit, gra si Neçmia Hoxha që ka pasur pushtet. A mendoni që ato gra që kanë pasur pushtet nuk kanë qenë të zgjedhura dhe të mbrojtura nga burrat e tyre? Janë të gjitha burrat, janë gratë e atyre burrave. Kështu që se unë kam parë dhe gratë të tjera, gazetare të tjerë, kështu që kanë qenë të zonjat, por nuk mund të flasim për këto gra që vërtet unë i kam dëgjuar, i kam parë edhe në përfjalime kështu, por do të thosha që ato kanë qenë gratë të mbrojtura nga pushteti. A keni komplekse ju, zonja Kozeta? Unë nuk kam komplekse fare. Unë nuk kam komplekse as për rasën, as për ngjyrën, as për homoseksuala, lesbista. Nuk kam komplekse sepse... I përkrahni të drejtat e komunitetit LGBT? I përkrah sepse madje ajo nusja ime ka bërë edhe programin e tyre, i ka ndihmuar nga ana juridike, sepse kam bërë bised me një shoqen time që është në Itali, edhe më ka folur për një mik që e kishte homoseksual. Edhe tha, ai është kaq i mirë, tha. Edhe duke bërë muhabet me atë, i kishte thënë që po unë kështu jam krijuar. Dhe si ta thosh unë i justifikoj me këtë, që ndofta struktura fizike, ku di unë se qarë, se unë nuk jam, ndofta është
i ka çuar në një drejtim tjetër, nuk di të them. Po unë kam për shembull këngëtar që janë homoseksual dhe unë i dua shumë. Unë ka rastisur që i kam pyetur edhe personazhe të tjerë që i kam pasur ftuar në podcast, edhe për gratë e veja. Do me thënë, ju jetoni në një shtëpi me një grua të ve, Unë? Po, do me thënë me nusën tuaj. Po si shini rolin e grave të veja, do me thënë, a janë të paragjykuara gratë e veja në Shqipëri? Unë për vete jo, nuk... Edhe kam parë dhe shumë të tjera që jo. Kam dy shoqet mia të tjerat. Dy shoqet mia, njëra që është shkrimtare, edhe tjetra që është mikesha ime. Të dyjave ju kanë vdekur burrat, e kupton, dhe nuk shoh asnjë gjë, ja. Janë kohë të tjera, mendoj që janë kohë të tjera, nuk... Le që unë nuk e di edhe, gjyshja ime ka qenë e ve, prej sa kohësh, edhe s'ka qenë e paragjykuar, jo. Po gjithsesi paragjykimet mund të jenë që tek rasti kur ato mund të duan të krijojnë ndonjë lidhje tre, ndonjë gjë tre, domethënë aty më fillon paragjykimi. Tash me këtë brezin e ri unë nuk e di, nuk kam se duhet kesh edhe si ta thush, duhet i prekësh që të thuash, jo pa fakte, pa gjë, jo a priori, domethënë, të thuash që jo, kështu është, sepse ato janë tash dhe mund të krijojnë. Po nëse krijojnë, le të krijojnë. Ne po shohim në për filma tash që edhe të mëdhenj fare. Po krijojnë, bile mua më kanë thënë në Shkodër, është ky fenomen që gratë e veja dhe burrat pa gra krijojnë lidhjet mes tyre. Dhe është normale fare, sepse njeriu do të pi një kafe me dikë, do të këmbej një muhabet. Po lidhjet moshën e tretë paragjykohen? Lidhjet? Në moshën e tretë? Po ja pranë, moshën e tretë po flasim. Për moshën e tretë po flas. Për moshën e tretë. Po, për moshën e tretë po flas. Kështu që ndofta e kanë më zor këto që janë pak më të reja se sa këto që janë më të. Po cili do të ishte një mesazh që do t'ju jepnit të rinjve të botës së mediave sociale, sepse ju jeni aktive në media sociale, e shoh që jeni shumë aktive dhe ndiqni aktivitetet që ndodhin. Unë nga media sociale kam një vërejtje për ato që shkruajnë shumë keq. Domethënë që sulmojnë, që ato nuk i duroj dot. Gjua e urrejtjes. Gjua e urrejtjes, gjua e diskriminimit, gjua e hedhjes balt. Nuk më pëlqen fare. Në qoftë se do ta thuash një fjalë të mirë, thuaje. Në qoftë se do ta thuash hesht për mua. Për mua. Kështu që në rrjetet sociale unë lexoj shkrime shumë të bukura nga Çapajev Gjokutaj, Dashnor Kokonozi, Luan Rama, janë të preferuarit e mi që i lexoj vazhdimisht. Faruk Myrtaj, ka plot, domethënë që shkruajnë shumë bukur këta shkrimtarët e rinj, edhe i lexoj me ëndje ato, sepse japin, si ta thush, mos të themi fjalën moralizim, për mirë. Japin shembuj për mirë. Si përfundim të kësaj bisede kaq bukur, unë doja që pyesja si epilog të kësaj bisede, ato që thonit njerëzve që jetojnë pa komplekse, në gjitha troje shqiptare, Shqipëri, Kosovë, gjithandej ku janë? Patjetër. Njerëzit në qofse duan të ndihen mirë, duhet patjetër të rojnë pa komplekse, sepse unë mendoj që në qoftë se ti do kesh komplekse dhe do merresh të kritikosh këtë, apo të shash këtë, apo të hedhësh balt, unë mendoj që po t'jesh njeri, kur të reflektosh, do të ndihesh keq. Pra, do t'i bësh keq edhe vetes tënde, jo vetëm atij që ti sulmon, po do t'i bësh keq vetes tënde. Prandaj, në këtë aspekt, unë them që duhet të jetoni pa komplekse, të lini çdo njeri të vendos vetë për fatin e vet, për rrugën e vet, për drejtimin e vet, për atë që bën, për atë që ha, për atë që pi, edhe mos nuk keni domethënë pse ndërhyni në jetën e dikujt tjetër.
Zonja Kozeta, ju falenderoj shumë që pranuat këtë ftesë time pas kaq shumë kohësh jashtë ekranit. Edhe jam shumë i lumtur që bëm këtë bisedë bashkë, edhe uroj që edhe publiku ta pëlqej ashtu siç e pëlqeva unë këtë bisedë që bëm bashkë. Dhe unë të falenderoj nga zemra shumë dhe të thash, je shumë i Zoti që më bëre për vete. Faleminderit shumë. Shumë i Zoti që më bëre për vete. Ju falenderoj shumë edhe miq të dashur, ju falenderoj që na ndoqët në këtë episod shumë të veçantë të podcastit Pa Komplekse me mua Elionin, dhe ju ftoj që të vazhdoni të ndiqni podcastin tim dhe të shihni episodet e radhës të podcastit Pa Komplekse. Faleminderit.